Sepse 3 fazat e dishepullit cilë është? Rrimet të, mëson prej ti, edhe bën çfarë bëri ai, edhe ku është fryma e Perëndis, është liria dhe kjo është liria e vërtet. Sa herë që i marrin vendime çfarë? Brenda kufive të lirisë që na jep ai. Sa herë që jeton jetën e beqarit brenda kufive të Perëndis, ka liri. Sa herë që ndërton familjen në bazë të kufive të Perëndis, ka liri. Sa herë që menaxhojmë kohën të ardhurat tona në bazë të kufive të Perëndis, ka bekim, ka liri. Sa herë që fal në bazë të kufive të Perëndis, ka tjetër liri, ka tjetër çlirim. Edhe udhtimi i dishepullit është siç duhet kur e vendos veten nën Krishtin, që është shpëtimtari. Për këtë dytën se kemi qef, por që është dhe Zoti. Jezus faleminderit që vdiqën në kryq, të lumë vlla, faleminderit. Shpëtimtari. Kurse ti thuash, Jezus ti je Zoti im, do të thotë, ti je zotëria im, ti je mjeshtri im, edhe unë e vendos veten time nën ty, në për të sjellë kënaqësi ty, edhe ky është, edhe këtu e zbulon atë që Perëndia ka jashmase më shumë, duke e vendos veten nën autoritetin e Krishtit,